Kur jemi tek këto ushqyerjet edhe tek shëtitja, këta kanë kërkesë më të lartë ushqimore për proteina, për yndyrna, për karbohidrate dhe rekomandohet që t'u jipen ushqime të cilat janë të dedikuara për qenë me energji të lartë dhe për qenë janë ushqime të cilat janë të formuluara për qenë më sportiv, siç mendohet të jenë pas orët belg. Pra këta nuk janë një racë që mund ta merresh një ushqim për një racë mesatare, mirë po këta janë qenë me kërkesa më të larta energjetike dhe duhet të marrin ushqim i cili është i dedikuar vetëm për këtë lloj race. Pra duhet të jetë ushqim për qenë sportiv në mënyrë që t'i përmbush ato nevojat e tyre ditore dhe fiziologjike. Kur jemi tek shëtitja, për shkak të kërkesës të tyre dhe hiperaktivitetit të tyre, këta duhet të shëtiten të paktën 3 orë në ditë, duhet të kenë një aktivitet më të shfrenuar, nëse mund të themi, pra të kenë vrapime në park, të kenë lojë bashkë me pronarin dhe jo vetëm ecje të dalngadalshme me pronarin, por duhet të kenë vrapim dhe lojë interaktive për të paktën 3 orë brenda ditës.